TikTok, marrëdhënia e tyre mbetet e fortë dhe e ngrohtë. Në një botë ku koha fluturon shpejt, ka momente që ngelen të gdhendura në zemër. Një prej këtyre momenteve është lidhja e veçantë mes gjyshes dhe nipit të saj. Ata kalojnë shumë kohë së bashku, duke krijuar kujtime që do të mbeten përjetë në zemrat e tyre. Zonja Mevlide me humorin e saj zë vend në zemrat e secilit person. Ajo ndonjëherë nuk pajtohet me hetemin për postimin e shpesht të videove në TikTok, por në fund kur sheh rezultatin, ndihet e kënaqur. Me gjyshën do më thonë kaloj tepër mirë, kur shkon për shembull te djali vet tjetri, me gjithë më kthy se i vetmi njeri që mbon me keq kështu me zemër është gjyshja. Edhe kur ja nisim i bo video se diçka e din që më njerë i bëj, e din e shtime në folë, më thot, s'folit se më shten me folë. Shka 1 minutë që më bënë, hajde po folim, të shka se s'po më rëje. E sa menon që videove tua në TikTok që i poston, ja u ka shtu nështë edhe shikueshmërinë, edhe njerëz po i dojnë ma shumë video tua, veç pse është edhe gjyshja aty? O menoj që shkak i gjyshës, i këshyri njerëz në videot e mija në TikTok, se është një njeri shumë që bën shumë hajgare dhe i ka pëlqyer publiku shkur dhe shqip. Kështu që kur e kom postu videon e parë, se kom prit që bëhet çka shumë viral, veç e kom postu kështu hajt kot. Edhe kur i lexoj se tani komentet, u kon moj me thonë ashta 5% komente negative ka pas, tjerat janë thonë që vazhdo sa më shumë video, edhe kom thonë pse ju. Kom vazhdu me bo video tjera. Apo të pëlqejnë videot, api këshyr kështu me qef edhe, po ki edhe kujtime tash, ki kriju edhe kujtime kështu të mira me nipin. Pse as po të pëlqejnë t'jo? Hiç as në tërë. Apo bosh nervoz ka pak kur po të qetë hetimin video në TikTok? Shumë se ja pak. Amo? Shumë? Amo apet në dënë. A? Amo apet në dënë. S'kam qare. Ka në gusë të shënë, më hirë për aty. Apo Dhe në udhën këne, unë tani s'kam ka shkaj, ma. të merë nipi me zorë për Po video? qartë full, qëtim me full pa tjetër, pa pos njetë. S'kam qare. Pse po folë e nëmë të pra? Pse? Hajtë se s'full. Apo tash ti e bo e famshme dhe njerëz po të njohin për këtë ëmbëlsin, këtë humorin që e ki kështu edhe si gjyshe, edhe une e kom marrë disa informacione që edhe qika të reja po të njohin kështu kur po të shohin, kur po të takojnë, apo të thojnë aje gjyshja e temit, apo? Apo na tregon pak si histori që shka ndodh? Mbaj, këja është 2 qika, po rrinë si kashi, e të bashkë në reti, që kja është? Thash, hen shka jem të ju desht juve, a jenë ona hetemi tash për gjyshja jam. Po. Edhe që kaqë. Dhe është e vërtet që, për shembull, gjyshet i mbajnë ma me hatër fëmijët se nështë edhe vetë prindrit e vetë. Normal, që një pat i dërnë, gjithë si jo veçën, po si që lanon i dërnë gjyshe, i 2 një pat. Sa je gëzu në fillim kur ka lind të hetemi? Jam më të shumë, të Qysh e kujton atë ditë? Qysh më mirë, e kujtaj, atit. A këni gju pushk? A këni gju me pushk? Kur kom lind? Me lavaqë. Me lavaqë? Jo pushk, me lavaqë. Aja ka vlejt për hetimin? Qysh ja? Qysh ja ka vle? Sa ko kaloni bashk? Ku ka lind bashkë në jena. A të merë malli na i herë kur hetimi për shambull shkon në punë, ose del me na i shoqe, me na i shok? Fert. Të merë malli, ja? Fert të merë punë. Raporti i tyre është shembull i lidhjes së pasur mes brezave. Ju kujtes se dashuria dhe kujdesi janë ato që bëjnë jetën më të bukur, por gjyshja ka një kërkesë. Ajo dëshiron që hetemi të gjejë një nuse sa më shpejt. E kom pa një video që ti ke thonë hetemit kur pe gjenë një nuse, kështu si krejt gjyshet që kanë qef nipat edhe mbesat me i pa mas mirë të mbot, po besoj njëjtë edhe ti. Unë kom kujtu që këtu vi e a gjojnë në i qike gjoj, po më thëtë nëmë
Cëlla vë të pëlqenë. Edhe jam tut për veti që më vjetë gjinat një apri shefin, e së pëlqenë mu, qishtë jam tut. A më ke thonë, po du me këqy një 6-7? Ha? 6-7 s'kom thonë. E sa ke thonë? Jo 2-3. Me këqyrë të jetë, tani si të më thosh ti më Po dhe me qyrë, unë tani ti më vetë më, unë me thonë, që ke banë, që ke s'banë. E cila bën, cila s'bën? Ha? Cila femën bën, cila nuk bën për hetimin? Ja, që bojnë atë ditë, që më ndeu këtë mu dhe këti. Po qysh kishe dasht ti me qenë nusja e hetimit? Qysh ma mirë. Qysh ma mirë. bardha. Jo farë të bardha si kamarak. E qysh? Qështë së kuqikat e mija, qështë. Zeza. Sejsa. Tjetër, a du të me qenë gjata, të holla, pak ma të plota, qysh janë preferencat e tua? Jo, la troshat si kamarak e që. Po të kalësaj të rejtë. E vëgël s'kam qef. E trash s'kam qef. Kam qef e hudhe gatë, e mirë qa gatë, e sytë mirë, vetlat mira. Ako unë si kam ashtu, për nëmë se kam qef, për nëmë se ti. Apo të ngan hetimi, apo t'i kalëzën naj fotografit, naj qikës, qysh da? Me kalëzën. Po të pëlqen ty? Da po, da ju, da. Sa po të bën presion hetem gjyshja për me gjithë fatin e jetës? Do më thonë gjyshja, sa ardë vjen të onë, se nuk jeton, edhe në tash për momentin si jeton me neve. Sa ardë vjen të na, fjallën e parë që më thotë gjyshje normal, edhe dytën kur më bjen një nusë në shpe. E kena pas një lëp, e kuqe, një balush, ka pas të mballë. Edhe jala me një lullë. Edhe lupa vrojke. Edhe unë meshna me lëp atëherë më konë si baqicë. Tani, ta ma e hunë thë shpinën, vrojke lupa, ka shtim bëjnë atë të. Ajo i vetëmi që s'më ke rekord prej një po. Ajo i vetëmi që s'më ke rekord prej një po. S'moj mira këtina se. Pse? Edhe që e ka emrin e burrit. Pse i ki hunën e të rosh. Ma për me së shtinë hunën aty. Në falë ka dhënë so kila i ki hunën. Qa kila. Shumë shpejt më tha prunjë. Mos kesh. E mos më mashtrë. Anite? Kom të gjejt e kom Ja, të ja. prunjë. Po ti mashtrën ti thu që qëton. E gjyshe, qka ndodhë nëse hetemi e dërë shumë një qikë, po ty s'po të pëlqenë? Qka i thu hetimit? Valla, si s'm pëlqen edhe A i thu hetimit mundoha? mundoh më njëherë mundoh. U mërzec atë nautën. Zënkat e hetimit me shokët e shkollës i ka zgjidhur gjithmonë gjyshja. Kërë nga konë shkollë fillur, më thonë në klasë 6, nështë. Tani çdo fëmijë që kam pas probleme me shokja, me diçka. Edhe jena nguc me do, jena konë të vogël atër me vllahun. Edhe gjyshja e kish pas marrë vesh që jena nguc edhe kur pe kryna shkollën. Edhe po dolëm jashtë pe shumë gjyshën të parë, ku t'una prit. Me një kapot të shto edhe durë në gjepa. E thash, nam se e doli këto, tha, njerë më së më thuj pse e doli, po vetëm qa këm në gjep. E thash, haj qa ki në gjep, kur i kanë zerë durët, një guri këto. I thash, pse nam, tha, se kur të rejni, më ardhë më ju një mu juve. Po më t'i kalzu? Qka? Gjyshja për nipin përgatit ushqime nga më të ndryshmet, por lëngu i shtëpisë është specialiteti i preferuar i gjithë familjes. Longë, do më thonë. Longë, e knafqe. Longë, kërë nga thonë sha, do më thonë me krejt, e ka bu longën ma të mirën, do më thonë ka tonë. E thujnë krejt. Se thonë veçunë, për e thujnë krejt, komplet edhe një pa tjerë. A është të vërtet gjyshe? E vërtet. Qka i ke qitë ati langut që u konë, qa që njoftu në ka tonë, pse u bo qa që sheshëm? Po i kumë qitë, njëherë e këna bënë gjizë, tani ja kumë shtu pak të omëll, tani i kumë qitë pak krep, tani i kumë qitë i njërë, mas po i njërën, tani e kumë qitë e kumë përshitë, edhe ja kumë qitë në omëll. Qështë? E tjerë të krejtë të kanë thonë që langu është ushqimi i tyre i preferuma. Krejtë, kanë thonë një patë sëtë, më vesin, Allah hili
dikush gjyshe, dikush ingje, dikush më thënë. Allah hili, a mund shalaf që ashtu me po. Çka ju thuti? Ju i tha mos moj. Pse? Se s'moj, s'moj ma. Atëherë i kum pas gjanë, i kum mirë gjanë, i kum bo. Me ta me lëse ju të blenë. E tash ti s'moj ma, as me mirë, as me tonë, as me nëzanë, as ku gjahizmë. E ushqime tjera, çka ju ke përgatit? A veç? Shka mas. A më këta veç langun për përmeni? Po veç langë, edhe i kum thonë, pa, që tërsen, s'ku që s'kini hamë, pi duhet një veç langë. Po qaj, në ka knosh ma shumë. Kujtimet të cilat ti krijojnë së bashku do të ngelin gjithmonë në memorjet e tyre.